Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman kathira. Allahun e madhura falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, kemi pranë në takimin e kaluar disa dobi të rëndësishme dhe udhëzime që na duhen në jetën tonë e që burojnë nga një rrëfim interesant që na e ka përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. 3 persona të sprovuar kanë kaluar nga një gjendje në një gjendje tjetër dhe fatkeqësisht 2 kanë dështuar në sprovë e njëri ja ka dalë. Andaj ne jemi duke marrë në kuadër të serisë tonë disa udhëzime dhe shembuj si i dalën këta njerëz situata dëshme që ja kanë dalë, që ne të shërbehemi me ato udhëzime, me atë rrugë që ata e kanë ndjek, që ne t'ja dalim në situata dëshme në jetën tonë. Kemi përmendur se ja ka dalë i treti për shkak se ka qenë ndaj Allahut mirënjohës. Ja ka dalë se nuk ka qenë lakmiqar, nuk ka qenë njëri që ka mohu begatit e Allahut te barekotala, për dëllim nga ata 2 të parët. Ndë njeriu përderisa është falëndërues ndaj Allahut mënduar, është mirënjohës për begatit, është bëmirës me begatit që Allah e ka dhënë, Allahu i bën zgjidhje gjithmonë në çdo situatë që ai ka lënë. Dhe të nderuar, bamirësia është kryesisht pjesë e pandashme e çdo rrëfimi që ne flasim për të. Nga gjithmonë Allahu te barekotala, si pasojë e bamirësisë, ju ndihmon njerëzve. Ti bën mirë, edhe Allahu pastaj të bën mirë ty. Mirë po ajo që Allah të bën mirë ty është shumë më e madhe, shumë më e rëndësishme, shumë më e dobishme se që ti mund të bëj dobi dikujt tjetër. Madje ti kur i bën dobi dikujt, realisht i bën dobi me mirësitë e Allahut që Allahu t'i ka dhënë. Po, ti s'ke diçka tonën, Allahu të ka begatuar, ti me ato që Allahu të ka begatuar e ndihmon tjetrin, i gjindesh tjetrit. Nërsa Allahu xhallahu ala është ai që gjithçka është në dorën e tij dhe gjithçka është e tij. Dhe kur të ndihmon prej tij. Dhe ndihmon nga mirësia dhe bujaria e Allahut te bareke ve teala. Rasti që të flasim për të sot, gjithashtu një rast shumë inspirues, frymëzues i rëndësishëm, që është përmendur në 2 transmetime, ku në një transmetim personazhi i këtij rrëfimi është një burr, ndërsa në rrëfimin tjetër personazhi i rrëfimit është një grua. Së të qoftë, nuk është më rëndësi personazhi, sa është më rëndësi domethënë ngjarja që ka ndodhur dhe çka ka ndodhur realisht. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmend thotë në të kaluarën një njeri duke ecur rrugës, ka qenë duke udhëtuar në shkëtinë apo në rrugë të kaluara që kanë qenë padyshim rrugë të vështira të kalueshme, s'ka pas furnizim gjatë rrugës, e ka kapluar etje e madhe ka kapluar. Dhe duke ecur rrugës me një vend e gjen një bunar, një post, dhe zbret poshtë, si duket nuk ka qenë një thellë, ka pas mundësi me zbrit poshtë, dhe merr ujë e pin. Kur del nga pusi, nga bunari, vazhdon rrugtimin, po pak hapa mas pusit, e sheh një qen, i cili ishte etur shumë, dhe i kishte dalë gjuha nga etja. Gjuhën e kishte nxjerrë nga etja e madhe. Ky njeri nuk ishte indiferent ka shik kësaj situate, me thonë qenë është këj punë të mia me vazhdu, po tha si duket që ka etur ky qenë një sikurse ishte adhune ma herët. E ndiu hallin e qenit dhe u kthye tek pusi, zbriti, e mushi këpucën me ujë dhe e nxori jashtë i dha qenit me pi ujë. Pejgamberi më tha, Allahu te bareke ve teala këtë njeri e falenderoj për këtë vepër, qysh Allah e ka shpërbly dhe i ka falë mëkatet. Në rast tjetër është edhe një grua që pejgamberi sa më ka përmendur se ajo realisht nuk është marrë me veprimtari të ndershme. Ka qenë një grua, domethënë që është marrë fatkeqësisht me tregti me moralin e saj, me nderin e saj. Dhe ka dalë, domethënë edhe e rrugës, si duket nga ngarkesa e mëkatit, nga situata e rëndë e jetës së saj e vështirë, edhe
përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam se edhe kjo ka po një qenë në këtë mënyrë, zbret e mbush këpucë në ujë, i jep qenit ujë, dhe Allahu te barek o taala për këtë vepër e falënderon me shpërblim dhe i afal mëkatet. Sepse mëkati ose ka qenë mëkatet mëdha, mëkati i shitjes së nderit, e i qënderimit, e i punëve të pista është mëkat i madh, por Allahu te barek ja ka fal mëkatet për këtë vepër që ai e ka bu. Kjo është rrëfimi në përgjithësi të ndërozat që e ka gati të njëjtën ngjarje, të njëjtën rrjedhë zhvillimit, mirë pa personazhet ndrojnë. Në dy personazhe bëhet fjalë për njerëz që realisht nuk kanë qenë me fetari të fortë. Njëra ka qenë grua që ka tregtuar me nderin e saj, e tjetri ka ata zhvillime se ky s'ka qenë ndonjë musliman i fortë. Çka marrim ne nga kjo të ndërozat që e përmend ata? E para që e marrim si zakonisht në çdo rast të kësaj natyre, kuptojmë se njeriu nuk duhet me e nënvlerësu asnjë begati. Nuk duhet me nënvlerësu asnjë mundësi. Mirë, po me keq çka ka, me bo mirë. Qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahqiranna ahadukum min al-ma'ruf shay'a. Askush nga ju mos ta nënçmon asnjë mundësi me bo mirë. Keni frikë dhe ruajni nga zjarri i xhenemit, qoftë edhe me gjysmë hurme. Andaj, kush kishton që një vepër e tillë, një këpucë e mbushur ujë, që e ushqen qenin, i jep ujë me pi, mund ta ketë këtë shpëlim. Kush kishton? Dikush mund të thotë, me jep ujë është mirë, po me jep për shembull ujë diku në një vend ku janë të jek për ujë, me ndihmë njerëzve kështu më radhë, sa i. Ajo e ka të vetën. Mirë, po si ki mundësi një qen, ki mundësi një macë me ushqeje se Allah për këtë shpërblen. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në bëmirësin ndaj çdo gjallëse ka sadaka. Don edhe kafshëve, lopës me qit me hongër, ujë me pi, delës, për shembull dhis. Çfarë do kafshë qoftë, qenit, macës, me jep ujë me pi, Allahu të llogarit sadak. Që na mendojmë sadak është me dhon njerit, me dhon të varfrit, po Allahu po llogarit sadak edhe kujdesin ndaj çfarë do krijesë që Allahu xhallahu ka krijuar. E nëse kështu është sevapi me një qen, si është sevapi me një njeri të ndërruzër? Si është sevapi me njeri? Pa dyshim se shpëlimi është i madh apo. Atë besimtari bën mirë me çka ka. Nuk thot ti kisha pas kaq, kisha pas si filoni, le ti kishe pas. Ato që e ki mundësi me mirë, po bën mirë. Të ka pa Allahu diçka. Të ka pasuri, të ka autoritet, të ka pozitë, të ka dije. Jemi në vend ku mush me një më. Sa të ki mundësi. Nuk dihet sa vlerësot bamirësia. Nuk dihet sa vlerësot. Allah është ai i vetmi që e vlerëson bamirësinë. Nga se bamirësia të ndërrohet vëllazër nuk vlerësohet nga aspekti jashtëm. Sa është e madhe, po nga aspekti brendshëm sa është e sinqertë. Sa është njëri i vërtet në këtë bamirësi që po e bën. Prandaj besimtari e para që e marrim nuk nënçmon asnjë mundësi me bëu mirë. E largon një pengesë për rrugë, ja shon Allahu sadak. E udhëzon një njeri, i buzëqesh një muslimani, gjitha këto mundësi me bëu mirë ato. Çështja e dytë që të ndërrohet mund ta marrim nga ky hadith, krahas që mos më nënçmu asnjë bamirësi, është edhe e dyta, njeriu duhet me i kujtu situatat kur ka qenë në vështirësi, e pastaj kjo me qenë motiv me ndihmu diku që po kalon një situatë si ti. Shikoj ku njëri çka tha. Ai njëri normal i dha fund jetjes. Kaloi jetja. Po kur doli nga pusi, e pa qenin tjetër tha, që nga jetër si une, e kujtoj kërë kone vetë jetër. Andaj të ndërvëzër, njeriu në esencë duhet mi adit halën tjetër, duhet mi besu dikujt kër është vështirë, kër është smut. Po në veçanti, për shembull kur ke kalu vetë atë situatë, veçanti kur vetë ke ka shumë në atë problem, e atër duhet mi adit ati që është në halë, halama shumë, e di që është vëllaje, këna kalu edhe në këtë situatë, e dim si është, e kështu me radhë. Rajtë ndërvëzër, ne kur shojmë për shembull në vende ndryshme ku ka okupim, ka luftë, ka zullum, ka shtypje, na të me qetë mëshirshëm raport me atë situatë. Sikur se kena pa situatën në Gaza, Allah i shtiroft e një muft, apo? Dhe me u ditë se na kena kalu
shumë pak krahasim me ata që kanë kaluar, normal se është shumë e madhe në çdo aspekt. Po megjithatë kemi përballë edhe me një armik të pamshirshëm, i cili ka pas plan me na shfaros, me na zhduk. Nuk kam shruar as gras, fëmijas, nuk kam shruar as kanë, apo sa i ka përdorë ka bu keq, po dashti Allahu xhallahu ala e shpartëllai dhe dëboi piktujt, apo mirë po. Si ka qenë plani ti? Me pa mujt din fund me e që planit, si kërse me qenë Kosovë sot, e boshatisur për neve, e zbrast. Po Allah nuk e mundësaj, alhamdulillah. Andaj duhet njeri me i kry situatat, ke qenë që shtot, duhet me ditë e të kujna. Ose tash, Allah në ka begatu, me ditë falërimin dhe Allah që shkemi qenë, alhamdulillah, ku kemi qenë, ku kanë mujtë me kone, Allah në ka ndimu. Jo me qenë për buzën e begatis, jo mu anku, s'kem vala pun t'i kem keq, jo, alhamdulillah, që shëna kone, që ka pas, mirë është, alhamdulillah. E tash duhet me punu për më mirë, normal, por jo mu anku, jo me konë kopras, jo me konë dëshrëngum, po me thonë, qysh në ka për Allahu edhe na po japim, qysh në ka ndimu Allahu, edhe na po ndihmojmë. Ne besimtari edhe në kuptim shoqëror, po edhe në kuptim individual. Prandaj ke kaluar për sprova, ke kaluar për telashe, kujtoje, kur dikush kalon, ti duhesh me ditë dhimbjen e tij më së miri. Ti ato duhesh me kuptuar më së miri, nga se ti realisht ke kaluar në pas situatë, ke kaluar pas problem që ai tashmë po kalon. Prandaj injorimi i të kaluarës realisht është vepër e ligë. Injorimi i të kaluarës që ke kaluar pas prova është një formë nga format më të shëmtuara të mosmirënjohjes edhe ndaj Allahut te barekolla, po edhe ndaj të tjerë ato. Gjithashtu nga dobi të shumëta që mund të përmanim këtu është se muslimani është i dobishëm kudo që të është. Kudo që të është. Do në shikoje këtë rast njërin shketin, apo një qenë kur se ka po. Po mjafton që ka po Allah i manduar. Mjafton që Allahu te bareke ve teala e din sa i po bën mirë. Kjo i mjafton një muslimanin më bën mirë. E pse në vend kush du dosh më bën mirë, s'ka kamera, s'ka njerëz, s'është askush, s'është më rëndësi. E rëndësishme është se Allahu xhallahu po e sheh. E rëndësishme është se Allahu te bareke ve teala nuk ja humb mundin. E rëndësishme është se Allahu xhallahu ala shpërblen për veprën e mirë. Kjo na mjafton. Mjafton motiv që Allahu e din. Mjafton motiv që Allahu xhallahu ala vlerëson punën tonë. Pavarësisht ku je, ku gjendesh. Pastaj të ndërvozë. Muslimani nuk është bamirës e i devotshëm, e besimtar vetëm në xhami, ose vetëm në Ramazan, ose vetëm në Bajram. Jo, tankon. Edhe në aspektin kohor, edhe në aspektin vendor. Kudo që të është bën mirë. Është në vend vetë, është në vend huj, në mesin e të afërmve, në mesin e të hujve, në mesin e të largëve. Kudo që të është, jep mundësia, bën mirë. Bën mirë. Edhe kudo që të është, ruhet nga dënimi i Allahut edhe nga mëkatet. Jo më ruhet për shembull veç shuni së tash në xhami. E kur të bëj xhamis tani, e lëshon guën fjalë pahishme për gojim, jo. Besimtari ruan gjuhën kudo që të është. E ruan zemrën kudo që të është, e ruan mendjen kudo që të është, e ruan gjymtyrët kudo që të është. Nga se Allahu e sheh kudo që të është. Andaj edhe bën mirë kudo që është, por edhe ruan nga mëkatet dhe nga punët e këqija kudo që është. Qysh i ka thonë pejgamberi alayhi sallam Muadhit radiallahu ta'ala anhu, i ka thonë ittaqillaha haythu ma kunt. Ruju nga dënimi i Allahut dhe ke frikë Allahut kudo që të jesh. Kudo që të jesh. E në veçanti të ndërlozën njëri kur është në vetëmi. Kur është në vetëmi. Atër Allahu të barë këta në vetëmi, punë të mira, shumë fish ishë problem. Ma shumë se kur e në publike. Edhe në vetëmi, mëkati është ma i shëmtum. Nëse njëri e bën mëkatin, duke e nënqmu shikimin e Allah ndaj ti. Së është më nëci që i peshe Allah, më nëci njerës për më shohin, apo? Njerës për më shohin. Ai ruhet për njerëzve, nuk ruhet për Allahu Teala xhalla xhalu. E mëkati në këtë ndjenjë është më i shëmtuar. Është më i keq. Nga sa ai e ka dërt njerëz mos peshojnë, njerëz mos flasin. Nëse shpëton nga sytë e njerëzve, nëse shpëton nga qërtimet e njerëzve, pastaj për të ai nuk e ka gale hiç atë. Asha Allahu te bareke teala, a shënojnë me lajke veprën e tij. Ai këtë problem se ka. E kjo është ligësi. Kjo është tregues i ligësisë fatkeqësisht se njeri
është totalisht i shkputur nga ndjenja se Allahu po e përcjell, nga bindja se Allah e ka dorë. Se ka këtë problem, fatkeqësisht, e kjo ligësi. E ky njeri shikoni, se ka pas kërkon me pa. Kush e ka përcjell këtë transmetim? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kush i ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Allahu xhallahu ala. Ai ka bëu vetë është e vërtet, kur se ka pa. As se ka bëu pa dikush, se s'ka pas njerëz, ama Allahu s'e ka hub. Pra të ndërvozë ka punë që dikush i bën publikisht, e sa fotografia, e sa registrime, e sa pa e mas njëve shkon, kur se përmane, harroj njerëzit. Nga sa Allahu s'e ka pranuar. A ka punë që dikush i bën fshehur azi, po Allahu te barek tala i çet shesh. E lavdron, se kuni sinqert. Prandaj merrni rregull në jetë. Aja që është e sinqert, mbetet edhe vazhdon. Çaja që është e sinqert, çaja që për një me, mbetet edhe vazhdon. Aja që është për njerëzit, domethënë, kputet edhe humbet. Për njerëz nuk ta din, harrojnë njerëz. Kanë të lashtë veta. Sa të falënderit e shumë që më keni mua kështu më radhë. Mas njëoj, ka të lashtë tjetër, ka punë tjera, harran që i keni mua bileptër. Andaj, besimtari bën mirë, kudo që të është, me këtë që është, dhe ruhet nga mëkati, kudo që është, dhe me këtë që është, dhe gjithashtu e ka parasysh gjithmonë shpërblimin e Allahut të mënduar. Dhe gjithashtu të ndërmjet nga dobit kemi që mund ta përmendim është se shikoj muslimani mund të jetë i dop në shtan praktik. Mund të ketë mëkate, po prapë shkëndia e imanit e shtyn me bumirë, apo. Se kjo grua për shembull të ndërmjet me gjithë këtë mëkat të madh që e ka bë, ka pas në zemër saj besim në Allahun xhallahu ala dhe ka bë mirë. Çka ta merr për dikon që si ka këtu mëkate, me fuqinë e besimit, sa do të më bëj mirë atë. Nëse dikush bën mirë, edhe pse nuk falet, po që do të më bëj mirë për hir të Zotit, për problemin namazit, problemi i madh. Po çes halas pa falet për shembull. Ama jep sadak, flet mirë, nuk e përbuz askën. Mundohet me koni mirë. Në fusha ndryshme të jetës, po që mangësi edhe pse është mangësi, ka gjë e madhe problematike, por megjithatë e ka, nuk falet. Nëse ai që shtot është, e ti që falesh që vjen gjemi qërë do të me konë, shumë ma shumë, për shkak se sa ma te për besim, sa ma te për adhurim, ma te për ka bamirësi, ma te për ka korreksi, ma te për ka ndërshmëri, për shkak se besimi ti mëson këtu udhëzime të ndërmëzën. Nuk o rregull për shembull që vjen xhami, namaz dhe fal, ama kur dal për shembull, duhet ai tjetër më thon, "Ma besë po falesh nuk bën më buk stopën." A nuk ka marrë? O mëse e kun haqje, nuk ka mirë me mashtruar, a nuk ka, për shembull, me ndodh kjo për kushtimisht, a nuk ka marrë? Marrë, sot. S'po them që muslimani është i pagabushëm, ndodh me bu gabime, ama duhet më rujt. Duhet me rujt namazin e tij, duhet me rujt imanin e tij, duhet me treguar ndikimin e imanit në jetën e përditshme, unë jam musliman. Andaj, unë me që musliman, unë jam i devotshëm. Unë në haram nuk shkoj, unë haram nuk ha, unë nuk mashtroj, unë korrupsion nuk marr. Unë e adhuroj Allahun na xhalla xhelalu veç, nuk i bëj Allahut shok në adhurim. Nga se Allah, unë jam musliman. Nuk qyrin haram, nuk bëj haram. Pse? Se jam musliman. Për shkak a mjafton që kjo për me të nalë për të këqijeve? Vetë pse musliman, mjafton o zdi, mjafton. Dhe nga dobi që është të ndërëzër është se kjo grua që ka bo mirë, e përmena, cëla ka qenë veprimtaria e saj, shumë e të mërshme, e shëmtume. Dhe na e ka bo tregti me nderin e saj. Është qitë, fatkeqësisht, të njerëz të ligë. Kjo punë është shumë e ndytë, shumë e keqe, shumë e shëmtuar të ka Allahu manduar. Megjithatë, në moment saktum është kaplu nga keqardhja. Në moment saktum e ka kaplu keqardhja. Edhe ka thonë, a ma falë Allahu mu mëre. Vreme saj, kër ka pa qenë, ka në brendin e saj, dëmon është ndez një shpres se për ushe që qenë që Allah ma falë mua. Për që të Allah e ka falë. Për që Allah e ka falë. Dikush të ndërvëzër bën keq, fiton haram, jeton haram, apo? Edhe krejt atë veprimtari këqyr me mbulu me do sadak. Një më në gjami, një më një fukares, edhe kujton se kështë bon barabar di qyqë, apo? Ja, zbosh barabar. Kjo grua të ndërvëzër, a di ku është dalimi mes kësaj dhe këti dytit? Se këtu njëzën i ngatrojnë situatat. A një me
vjedh ama, po bën mirë. Jo, s'është mira, kur qysh bën mirë me djerës të halku, qysh? Ti keq për dorë, ja merr dikujt hakun e huaj e të ndihmon. E s'është ndihmë. Ndihmë është me djersën tonë, ndihmë është me kontributin tonë, që e ndihmë. O me keq përdorime nuk ka ndihmë. S'ngjetë ka Allah heqë, as të pranon Allah xhelalu pa mirësibile. Larg asaj. Dikush për shembull shet drogë, me parë drogës, për shembull ndihmon jetima. Sa është pa pranueshme është. Absolutisht nuk pranohet. Pse xehra do të thmi dikun me të tjerë e të tjerë jepë bukë mongur. Çfarë kuptimi ka kjo? Çfarë kuptimi ka kjo? Andaj të ndrozet me pasni kujdes. Allahu ka përmend Kur'an, edhe pejgamberi ka përmend inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah është i mirë dhe nuk pranon përveç të mirës. Rregull. A është e mirë pasuria e drogës? A është e mirë? Nuk është e mirë. Është pasuria e pest e dytë. Pasuria e bigjozit ka fitu në lotari bigjoz, a është e pasër? E në dytë është e. Pasuria e alkoholit, e në dytë është. Pasuria e mashtë, kejtë në dytë këto. A e që fëtë me djerse, me munde, me halal, e ta një jepë që ti Allah e pranë. E ku e dalimi me sëj grus edhe këtyre që po thushtë i hoqë? Që ku e dalimi? Se kjo gru i kepë qenit, uj, apo, për mjafshi Allah të kaluarën. Mjafshi Allah të kaluarën. Edhe me që ka ndi keqardhje, e ka dash mu pëndu, Allahu te bare këtë e ka bu sebep, bamirësin dhe i qenit, mi a falë gjenohet. Po, këtë rast po. Pse ti po dhush, o Allah, po du me po diqka mirë, ti me më falë mu, ti me mëshiru mu, që pëndimaj një qenë, Allah e pranan. Dhe mëshiriet ndaj qenit, mëshira ndaj qenit, ka bo që Allah me mëshiru këtë grupë, se e ka do mëshirën Allah Gjellewala. A dikosh një man, jo për të kaluarën, mi u shly, jo se nuk i bjen pishman për ato, se vazhdanaj, po dikush një man për me mbulu të ardhmen. Dalan, dikush një man për me fshit kalumen, e dikush një man për me mbulu dhe me arsu të ardhmen. Që në të ardhmen njerës këtë thonë që jetu bo keq, sa i vesh për një majene, do me gjithë një arsutim gjithmon për me legjitimu të keqen që e ban. E këtë Allah se pranan. Mëse që po kuptu e dalimi, apo mes të parit edhe dytit, apo. Gruja e parë ka qenë e vërtet, nuk ka qenë e ndershme, ka po punë këqia, mi po ka në situatë që ka thonë balmu. Ande Allah e ka falë. Mi po ka dikur që Allah më falë, bën haram, një qindjeze i ka, e tani në Ramazan shto një iftar. Tani pëtë vazhdoj me bu keq. Edhe me qatë iftar, kujton që keq që ka bu keq fshijet, u kryja punë, na vazhdoj me pëtë. Jo, Allah, e keq e fshijet kër pënduash, dhe ka Allah Gjellewala, zvazhdojnë mo, po mjen keq që ku bu, Allah më falë, ta shëtutje s'ka me bo, o Zot, për me falë të mu, unë e për një mëj qëto, unë e përbëj që të punë mirë, veç falëm të mua, po, atër po që qëto Allah e falë. Mi pos njën keqardhje, spendot, nuk jetë dur nga keqja, vazhdojnë me haram, vazhdojnë me të njëjtin avaz nga e kaluara, në tarë me njëjtë vazhdojnë, po kërë me mbulu vetë vetën, me nëj bamirësi, me nëj jetim, me nëj dikun, këtë e ka Allah Gjellewala nuk jetës ato. Hek dur nga harami, hek dur nga zulumi, hek dur nga keqja, tani pëndohu, tani bo mirë ato. A dhe i këna mëson që në zemrë, çdo muslimani ka një shkëndi, po që e shkëndi du të me kona e që dominan jetë në besimtarit e pendohet tek Allahu xhallahu ala dhe vazhdon rrugtimin në përmirësime e sipër. Prandaj të ndërozë, kjo është nga dobit që i marrim lidhur me këtë çështje dhe dobit shumëta që mund dalin nga ky rast, por sot me kaq po e përfundojmë. Lutë Allahu xhallahu ala që Allahu na fal mëkatet tona, Allahu na bën bamirës, na bën të kujdesshëm, na jap Allah dhëmshëri e t'ia dim hallin tjetrit, e ta kuptojmë tjetrin, apo e t'i gjindemi brenda mundësive çdo kujt që është në hall, e është në telashe, e të bashkëpunojmë në frymën e asaj që na ka mësuar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah ju shpëlbeft, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.